Përshëndetje miq, kaltër Interis kudo që ndodheni, mirë se u rikthyet kanal, mirë se u rikthyet në këtë Milan Inter 1-1, miqësorja në Perth të Australisë. E di që shumica për jush nuk patën mundësi që ta ndiqnin pasi ishte edhe orar pune, por megjithatë kush pak fshetas, pak me telefon etj pati mundësi. Duhet të flas pak rreth kësaj ndeshje, po jo konkretisht për atë çka ndodhi në fushë, por më shumë për performancën e lojtarëve. Ishte një Inter padyshim me shumë rezerva, këto janë ndeshje miqësore, ndeshje prove, gjithashtu edhe Milani me atë gol të Di Marcos pas asit Barelës, edhe më pas Milani barazon me një penallti që për hir të vërtetës ishte një penallti komplet e falur. Megjithatë, nuk po hyjmë kësaj pjese sepse siç e thash ishte ndeshje miqësore dhe pa ndonjë rëndësi të veçantë, më shumë është fazë përgatitore, lojtarët cilët ka lojtarë që janë kthyer nga botrori, ka lojtarë që nuk janë grumbulluar akoma. Trajnerët po bëjnë eksperimente, po bëjnë prova dhe më e rëndësishme ishte që të mos dëmtohen lojtarët përpos sinjaleve që trajnerët marrin. Për fat keq pati Bisek atë përplasje me Stupinjan, ku doli edhe nga fusha, ndoshta është thjesht një goditje, megjithatë do shihen testet. Për t'u evidentuar është Pio Esposito që nuk është në kondicionin fizik, madje duket sikur ka marrë disa kile, duket shumë i rënd, shumë apatik në fushë. Këtë gjë e tregoi edhe në ndeshjen me Cityn, por edhe në miqësorët me Karlsruhe apo ekipet amatore që kemi bërë. Megjithatë është një Pio që i duhet punë që të futet në shina. Për sa i përket lojtarëve që u aktivizuan, pra nga stoli le të themi që hyen, problem është fakti që nuk janë as pak decisiv dhe këtu e kam fjalën për Boni sidomos. Boni i cili vjet e filloi sezonin shumë mirë, nuk e bëri atë hapin cilësor, le të themi më pas, dhe duket sikur hyn në fushë dhe nuk ndihet fare prezenca e tij. E njëjta gjë është edhe për Luis Enrique, që vërtet bën disa gjëra pozitive në aspektin defensiv, por kur vjen puna për sulmin është shumë mbrapa, shumë dobët. Fratezi gjithashtu, por nga Fratezi nuk mund të pretendosh, pasi është një lojtar në dalje dhe shpresojmë që të shkojë sa më shpejt, largohet sa më shpejt. Doja të thoja dy fjalë për Diouf që e ekzekuton në mënyrë perfekte fashën, por në aspektin ofensiv. Kur bëhet fjalë për mbrojtje, çalon jashmase dhe ky është një problem dhe ky është problem serioz. Prandaj themi që Interi duhet të fokusohet ta mbulojë atë pjesën e fashës djathtë, sepse realisht vërtet merkato mbyllet në fund të gushtit, por afron dhe Interi tashmë duhet të bëjë një sforco, duhet të punojë më mend, edhe pse flitet për Romeron, por unë kam dhënë mendimin tim dhe këtu bëj një lidhje le të themi me Pavard të bën përshtypje që sot sërish është titullar, tashmë janë dy mundësi, ose po aktivizojnë në mënyrë tillë që të ekspozohet dhe të fillojnë të vinë oferta për Pavard, pasi me thënë të vërtetën edhe sot bëri paraqitje të mirë, ose është pjesa tjetër që duan ta riintegrojnë në grup. Ju e dini mendimin tim, për mua më mirë të mbahet Pavard, me keqardhje e them të heqim dorë nga Romero dhe të fokusohemi dhe të marrim një fash të rëndësishme, ato lek të investojmë ke fasha e djathtë. Di Marco absolutisht MVP, duket sikur vazhdon ai nga sezoni i kaluar, vazhdon forma e tij shumë e mirë. Stankovic më pëlqeu shumë, patjetër ka nevojë për punë, por është një lojtar le të themi që duket qartë që ka një vizion të qartë loje dhe është shumë pozicional. Ajo çka unë do theksoja është vërtet pozicional. Është e qartë që një Inter pa Lautaro dhe pa Thuram është komplet një Inter tjetër. Kam përshtypjen që edhe në ndeshjen e parë të kampionatit do jemi pa Lautaro dhe Thuram, kështu që Esposito dhe Boni duhet t'i japim fort. Disa djemë të rinj të primaverës me disa momente më pëlqyen, por gjithsesi, siç e thash, këtë janë ndeshje përgatitore le të themi, edhe pse një derbi ngelet një derbi, por nuk do thash që nuk do fokusohem tek ajo çka ndodhi në fushë, por më shumë për gjendjen e ekipit. Shoh disa lojtarë që fizikisht janë mirë, Çalhanoğlu gjithashtu, sepse janë edhe lojtarë, Çalhanoğlu për shembull ka marrë pjesë në botror, Boni ka marrë pjesë në botror, por i shoh pak mbrapa me pjesën e rendimentit. Megjithatë, të shohim në merkato, mediat vazhdojnë dhe flasin që tashmë është e kryer për Romeron, qëndrimin tim e dini, duhet të fokusohemi te fasha e djathtë. Në tërësi shoh një ekip të mirë, thash këto janë ndeshje që nuk kanë asnjë vlerë. Më lini mendimin tuaj.